Selam aleikum të dashur të nderuar shikues të Radio Televizion të Liria dhe mirë se takohemi në emisionin ton të radhës Ta njohim të vërtetën. Siç do të martë, edhe sonte kemi nderën Kasniq që ta kemi në studio hoxhën e dashur e nderuar hoxhën Shefçat Kasniqi. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se na erdhe sonte. Aleikum selam, mirë se gjeta, faleminderit. Nderë dhe kënaqësi të kemi. Bashkë do të jemi për 1 orë të nderuar shikues edhe drejt për drejt në Radio Televizion, në kanalet zyrtare të hoxhës në YouTube dhe në Instagram. Pyetën e bëni drejt për drejt në numrin ton të telefonit tashmë të vendosur si çdo herë poshtë në ekranet tuaja 046 220022. Mirpresim telefonatat tuaja gjatë gjithë kësaj kohe. Mirpresim edhe durimin tuaj të qëndrojnë në lindje se hoxha është duke shpjeguar pyetjen paraprake e ne përderisa pranojmë telefonatat e para, vazhdojmë me pyetjet e dërguara tashmë në redaksi dhe lexojmë pyetjen e parë. Pyetja e parë tash kështu është nderuar. A është e vërtetë se në ditën e Kiametit namazet nafile i zaventësojnë namazet farze që nuk i kemi falur me ose pa arsye? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë për çdo mirësi dhe begati. Salavat dhe selam të dashurit e tij i dërgojmë familjes e tij, shokëve të tij, të gjithë atyre muslimanë dhe muslimaneve, të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh deri sa tek kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në Kiamet. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka sikur me hadith të vërtet se vepra e parë për të cilën ka për të llogaritur robi ditën e Kiametit është namazi. Asnjë vepër tjetër nuk vjen shprehje që të llogaritet për të para namazit. E që të regon rëndësinë e madhe që ka namazi për muslimanin këtë dynja. Tani, nëse robi ka lënë namazin, respektivisht provimin namaz, merret në pyetje për veprat e tjera. Por i ka ma lehtë tani. Ndërsa nëse sepse provim kryesor e dha më të vështirën. Por nëse nuk e ka lënë provimin e namaz, atëherë nuk merret në pyetje fare për veprat e tjera, por tërhiqet zhagazi në xhenem. Robit Allahu të llogarit ditën e Kiametit dhe ja shikon namazin, gjithmonë për namaz po flasim. Diku ndoshta ndonjë farz nuk i ka pranuar. Për kësaj arsye. Për arsye të ndryshme, ka mungur ndonjë farz. Me la që thënë Zoti jam, ka mungur. Allahu thotë shikoni e ka nafile. Shikojni robin tema ka nafile, vullnetare, sunnete. Nëse ka plotësënia. Që nën kupton rëndësinë e madhe që ka sunneti. Dhe se sunneti që ne quajmë sunnet në këtë dynja, edhe që shumë herë nuk javnojnë veshin sa dohet, nuk i kushtojmë rëndësi sa dohet në këtë dynja. Në ditën e Kiametit mund të ndodhë që çka sunnet ta luajë rolin e farsit. Aq i rëndësishëm është. Por shënja robit tim, mos ka ndonjë sunnet për atë që ka mungu farz, ndonjë farz, kjo nuk do të thotë se vlen për farzet të cilat farz namaze, të cilat robi ka lënë me qëllim. Jo.
lënia e namazit me qëllim e një namazi nuk ka diçka që mund ta zavendësoj, që mund ta plotësoj. Përpas pendimit mu pendu të Zoti, e pendimi të falë tënat. Pendimi të falë tënat. Për ndryshe, edhe 100 namaze, jo një reqat, jo 2 reqat, se namazi me e vogël me 2 reqat. Edhe 100 namaze, me nga 2 reqat, me nga 4 reqat, fali, edhe 1000, për sa dush, nuk e nxojnë rëndësin, vlerën, rangun, pozitën e 2 namazeve, 2 reqate namaze që i kilan me tik pa arsye. Andaj, kjo kuptohet, Allahu alem, se robi nga një herë ka harru më falë, ose është falë, po si ka pranu namazi. Si ka pranu. E që ndodhë. Dërsa të le namazin, më s'falë në heqë. Ja kje po nëzbe, nuk ka në regull të muslimani. Kështu muslimani nuk zeme menu. Ja, muslimani do të mendu që namazin, me namazin pas punë, pa që kur del para Zotit. Muslimani do të mendu me llogarit dhe vetën, me thonë, i mytë kam të Zoti, edhe kam i mytë shumë të Zoti, që për më namaz, kam me kalu letë, sepse së miki koras në namaz. Tash, po frika është, a më kam pranu të gjithë, që këse për Ramazan. I të gja, thonë për Ramazan, me emër të Zoti kemi kalu mirë të Zoti, sepse prej që e mbo me ditë, Ramazan e agjeraj. Edhe nuk kemi lodhë, a është verës, a dimnit, a kena kushtet e mira, a se kena, a dita gjatë, dita shkërë si mi lodhë, por e kemi agjeru. Dhe kështu rrita, kështu plaka, dhe kështu pëdes, agjerimi se lash, namazë se lash, në haqë kesh, zëqatën e këmë dhanë, këto. A shaf njërë qysh se se do të më lëgarit, apo mund të lëgaris pjesëresht në këtë dënja vetë vetën e vetë. Por kjo nuk do thot që robi pastaj me qeni sigurt, hasha Zotë më së dhasht. Po dua të them se ti pregaditu. Namaz hajgare nuk ka. Në farz e Zotit shakon nuk ka. Lëshim pen nuk ka. E pastaj të pranohet, më njep hakuna, runa, Zotë, sa në tjera në tu. Tani Allahume rahmetin e vetë, mëshirën e vetë, ne plotësan inshallah ta'ala, sepse jena njerëz. Dërsa unë s'pa falna, që e bje kja, rebelim, unë s'pa agjeroj, që e bje kja. E na musliman të tjerë që pa agjerojmë, që tash, a ma mire kiti ana. Dhe me qeni barabart me neve, që pa hanë të nditën, e ne pa agjerojma, zbati e punë. Po. Mirë presim me kuptimin tuaj gjatë gjithë kohës, sa thamë edhe kërkuam fillim të emisionit, mirë presim edhe gjithashtu edhe telefonatën e parë. Alo, ornani nëse jeni në linjë ende, shikuesja apo shikuesja. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Jeni drejt për drejt, urnoni me pyetjen tuaj. Unë kam 2 pyetje për hoxhën e nderuar. Veç urnoni. Pyetja e parë është këto veshje pra pantollë trenerkat që kalojnë në zogën e komës, pasi që kom dëgjuar edhe hadithe të ndryshme se këto veshje nuk janë të lejuar dhe sepse gjithmonë do të jenë mbi zogën e komës dhe është e vërtetë që është ndaluar që çdo pjesë që çdo veshje e poshtme të kalojë zogën e këmbës. Dhe pyetja e dytë, që është sipas mëdhëve Shafi dhe Hambeli, një formë e uljes në të shohët që quhet tawarruk. A lejohet që edhe mashkulli në mëdhëven Hanefi të ulet në atë formën e tehiyat? Jemi në rregull me pyetjet? Jemi në rregull. Faleminderit. Tash më aleikum selam. Tash më në përgjigje inshallah. Ti më lejohet me bë tawarruk. A lejohet përderisa kanë thënë dikush për ulemave me vepru ndonjë vepër, me çan tipe 4 mëdhëbeve, me vepru lejohet, por nuk do thotë që është më mirë ajo.
sepse ajo është një pakicë e ulemave, por jo të shumica. Tani disa ulema që kanë thonë, disa kanë thonë, sikurse disa ulema të hadithit, kur janë disa fatva të ndryshme për të njëjtën mesele, se fjala vjen qëndrimi i ulur, mëse me qenë se përmendi, kanë thonë është mirë, disa, natyrisht është një mendim, që me e ndryshu, me bërë të lejshme, një që praktiku të gjitha format, herate, e herate, E për punën e teshave, na kemi cekur sa ka një të pyetje, ma tahte el kabeni fe finnar, që ka nën zëg të kambës, është një gjehnem, është një zjarë, pra është haram dhe mërë të ndenim me zjarë, kjo është nëse e bën një veprim të tillë në shenjë mendje madhësie. Por, e vërteta është se populli jonë nuk e bën në shenjë mendje madhësie. Po dhe kjo vetë nuk e bën në shenjë mendje madhësie. Nuk e bën. Andaj nuk futen në atë kërcënim. Më mirë është mi pas në zakt kamës, por nami nuk bëhet nëse është mbi zakt kamës. E që i bie, nëse nuk e ka përmendje madhësi dhe zgjatjen e teshave poshtë në kamë, atër është kjo me kro, që është kanë thonë shumë ulema, e urrejtur për ju e ndaluar. Haram. Vërtet jeni kënaqur me përgjigjet, nëse ju telefononi përsëri ose shkruani, mi presim telefonatën e radhës. Alo, urdhani. Regjia kemi apo nuk kemi telefonat, apo kemi pengesë në pranimin e saj? Alo, Selamu alaikum. Aleikum selam, urdhani, jeni drejt për drejt. Po e pata një pyetje për hoxhën, Veç urdhani. nëse ka mundësi në shpjegim të ajeteve të Kuranit, ku thot Allah për banorët e xhenetit të xhehenamit, ndoqë të kanë ajete khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. Tash për çto, edhe për banorët e xhenetit të xhehenamit, çka do të thonë, edhe nëse më të hoxha na tregu a janë sakta transmetimet e sahabëve që disa prej sahabëve që kanë thonë që ka marrë një ditë që xhehenemi ka një hall dyrta, ka më shprauz, çdo disham do të thonë. Allah ju shpërblet. Amen, dhe juve. Po. Po. Ma damet e semawati wal ard. Që njerëzit, Allah i madhruar, të regon se njerëzit do t'jenë në xhenet për gjithmonë, pas të përfundon gjykimi, do t'jenë në xhenem të tjetë për gjithmonë, këta në xhenet, ata në xhenem. Dhe këtë cek i madh e Zot në shumë vende në Koran, në disa forma. Ndërto është edhe ka e që cek më lartë, ma damet e semawati wal ard. Përderisa ato është toka dhe qejta, apo përderisa të janë qejtë dhe toka. Në tefsir të këtij ajetit kemi më shumë sa një mendim. Dhe ne kemi folur aty në xhami kur kemi shpjeguar këtë ajet koranor dhe ajet të tjera të ngjashme. Se çfarë kanë thënë ulemat. Tani komentet e ulemave ndryshojnë, komentatorëve të tefsirit. Ndërto është shprehje e gjuhës arabe, gjuha e Koranit dhe gjuha arabe, është shprehje arabe ka qenë, që të thuhet sa tjetë toka dhe qiell. E që deri diku ngjashme ta kemi edhe ne. Po mirë toka qiell gjithë s'kan me kanë. Shembull thot dikujna, për jetë, unë të më bo bashkë sa tjetë toka dhe qielli kur
apo sa t'jetë toka me gjin, e përdorëm një kështu? E përdorëm. Pra, ti ki për qëllim që përjetësisht, ki për qëllim përjetësisht, kjo pun ka marrë fund. Jo afat caktuar, për përjetësisht, kjo gjë nuk ndryshan. Vendim ke marrë dhe nuk e thënë këtë vendim, apo nuk e ndryshan. Kështu që edhe i madhi Allah të bareke ve teala u drejtohet arabëve me shprehja të cilat i përdoren ata dhe me mentalitetin e tyne. Për mi të regu atyne se që kjo është veç qështu dhe nuk është ndryshe. Dhe sa ata që hynë në xhenem do t'jenë përgjithmonë, dhe ata që hynë në xhenet do t'jenë përgjithmonë. Tamam? Tani ki pjesa tjetër, illa me sha rabbuk, përpos ata që ka dhe Zotit, është koment tjetër. Është koment tjetër, kjo është koment tjetër. E rëndësishme është se tek shumica absolute e ulemave. Tek shumica absolute e ulemave, kënë përmeni xhehenemi. Njëherë se përket xhenetit, të gjithë muslimanët. Madje edhe i thatë librave të shejtat me hershëm, feve qellore, të gjithë muslimanët, të gjitha shkencave drejtimeve, të gjitha gjeneratave, madje edhe popullata thjesht, janë konsensus në ujdi se xheneti është i përhershëm. Dhe kjo bindje tek njerëzit nuk është veç pej Kuranit. Kjo bindje tek njerëzit është pej Hazreti Ademit, njeriu të parë, alayhi salam, e gruaja e tij Hava, e vllatë e tina, pejgamberët e tjerë që kanë ardhur për mase, Shiti, Idrisi, Nuhi, Aran, pejgamberi, dhe xhamatet e tyne, pasuesit e tyne, tek të gjithë është e mbillne, e përcjellnie, e fokusuar, e qartë të gjithë se xheneti është për gjithmonë. Dhe në Kur'an rreth 10 herë Allahu i madhruar te bareke ve teala thek se është për gjithmonë, ebeda, është i përhershëm. Kjo është për xhenet, për punën e xhenemit, shumica absolute e ulemave islam me sahabë, e atë gjenerata e dytë, gjenerata e tretë, katër imamat, nxënësit e tyne, dietarë të shekujve të ndryshëm, deri në kohën e sotit, shumica absolute e ulemave e kanë mendimin dhe kanë shumë drejt se xhenemi gjithashtu sikur se xheneti do të jetë i përhershëm. Do të jetë i përhershëm, nuk përfundon. Po janë disa gjurmë të disa sahabëve, janë disa gjurmë, po janë pak. Pastaj nga ulemat e vëndshëm Ibn Taymija flet për këtë mesele. E ka dek 728 hijri është, i konsiderohet shekullit të 8, është i vëndshëm. Me pas në nxënësit e tij Ibn Qayyimi e përkra shumë mendimin e hoxhës së tij Ibn Taymijës, dhe i cek mbi 20 arsye, mbi 20 pika, duke munduar me mbrojt mendimin e hoxhës së Ibn Taymijës se do të vijë një kohë ku xhehenemi përfundon. Dhe kjo mesele e Ibn Taymijës dhe Ibn Qayyimit konsiderohet prej meseleve që Ibn Taymija, Allah pas mëshiruar, është kritikuar për këtë mesele shumë, është kritiku, dhe konsiderohet për meseleve që ka kundërshtuar selefin, ulemat të parë, gjeneratat e para. Andaj, merret si mendimi i tina shumë i respektuar, sepse është për një dietar gjigant, shumë të respektuar, por asesi nuk merret si mendim që duhet punohet me te. Por në ka prish konsensusin, kaq. Në ka prish konsensusin, po në mendim ndryshe. Jena në 99, 100, jena, nëse 99 jena në mendim,
Një është mendim, nuk unë themi se është unik. Nuk e këse jenë, mirë thash, nuk jenë të gjithë pajtimit konsensus. Apo? Nuk jenë konsensus. Se njëna prishi. A i ka rësyt e veta. I respektuar, e ndëruar, por mendimi ti mbetet si mendimi tina, është i shënuar në për libra, i përcjellur, ama nuk panohet me te. Kështu që xheneti është për gjithmonë, xhenemi është për gjithmonë, edhe këtë punë mëselat, edhe këtë cekje Imam Tahaviju në akidin e tina, fort të mirë dhe sharën, Allah pas më shëru. E përmeni edhe hapin e dyrëve ti të xhenemi a ka hala. Është ta e vërtet kjo. Që përmeni? E përmeni hapin e dyrëve të xhenemit edhe thot se është citu në hadith a ka hala, xhenemi lyp thot a ka hala. Ajo është me ajet koranor. Ha me ajet koranor. Po, e përmeni transmetime citate tha. Ata se kuptohen, ajo është me ajet koranor. Ajo është me ajet koranor. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Ajo është me ajet koranor, ku njerëzit hidhen xhenem. Tash imagjino ti në çdo 1000 veta 999 shkojnë xhenem. Një shkojnë xhenem. Sa i bie në 1 milion njerëz? I bie 999, po pra, i bie me shkojnë xhenem. Sa i bie në 1 miliard? Në sa i bie në 100 miliard. E Zotë e din ku përfundon numri njerëzve. Në xhenem shkojnë shumë. Xhenemi flet. Xhenemi flet. Dhe njerëzit të marrohen pe pamjes, pe zërit tina. Dhe ai flet. Allah i madhruar pasi të hedhet njerëz. Dhe të ka thonë Koran, jome në kulu lë gjehenneme, helim të lëti, atë ditë, kur do të i themi gjehennamit, a unë bushe. Më ndëgju këta që kanë metë, halaja është pa hy. Jome në kulu gjehenneme, helim të lëti, fa të kulu, helmi me zid, e gjehennami i përgjigjit Zotit, a kam mo. Nuk thot, si jam bush, pa kam mo. Pra, bërë sa të dush, i nëzane. Këtë i madhe i Allah, të bareke o ta'ala, e thot, edhe për pas tjerash, me i treguë këtyne qunë peshve në këtë dynja, të cilët ende kanë mundësi më përmirësu, sepse e në gjallë. Por rebelohen, e që në kryt nalt, dhe talën, me xhenem. Ndërto, hajse ka bëllë kush me shku në xhenem. Fjallë të tillat, dhe gjene për muslimanëve. Ndaj, Allah i madhruar, dhe në ju të regu që nuk është ashtu. Xhenemi është sikur se ata gurt kush ka pat mëllinit. 12 muaj, herë 7 dit, herë 1 muje, 1 vjetë, 100 vjetë, pa ndërprej sillet. Sa të hedhësh kokrat kallamoqit, a i ngri, e blu. Sa të gjush në xhenem, a i merë, edhe i bëven. Allahu na ruajt, Allahu na ruajt, Allahu na ruajt. Pesën telefonatën e radhës. Edhe gjithmonë. Selam aleikum. Për pritjen. Aleikum selam wa rahmatullahi. Urdhani me A pyetje. von me pyet hoxhën për një pyetje për më interesant. Po, veçorna jeni drejt për drejt. Tash që vjen dimni edhe vezën dhjemin, po vakta këshume, 20 minuta, 10 minuta, pa hija këshume, nuk i jepët, tash nona qashtu të më kam mësu, nuk i jepët flok zjemi.
Dhe të kitë jetë sa do ftop, nuk na kalon ona me shti dru vakta këshome të nxjermë. Sa është e vërtet, që këto që gjesh ka të thonë, pasha thoma, edhe unë e po vete. Sa ja ka pas dojë në hoqë, në peran edhe ka mësu pitina. Sa është e vërtet, ajo natë vakta këshome që mës me shti dru me javëv plakun zemës, se zemi gjahemet ma shumë vëzër. Aleikum selam e natën e mirë dhe të mirë. Allah e ndëroft, e meni përgjigjen inshallah. Allah e trujt. Ja, s'ka të bëj kës, s'ka të bëj kur gjë. Atë nanën tanë e Zotit pas më shëru, edhe dojën e sajnë e Zotit pas më shëru, atë dojë që ata kom pas hoqë, për se ka qëllu as doja, as mesa. E s'ka të bëj keme ata. Zjarmi i gjehnemit, po dhe nuk rritet, as nuk pakohet me zjarm të dynjas. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, zjarrin të cilin e ndezni ju në këtë dynja. Zjarrin të cilin e ndezni ju në këtë dynja është 1/70 pjesë e zjarrit të xhehenemit. Edhe 69 herë zjarmi i xhehenemit është më i rëndë se sa kë. Imagjino të zjarrit dynjas e djeg gurin, e shkrin gurin, e shkrin hekurin, arrin mijëra grad Celsius temperaturë, apo mijëra, 1000, 1500, 2000, arrin e për furra shkretitore. Pra për zjarët dënjas. E hadithi për thët, edhe 69 herë është më i randë, më i të mërshëm, më i vështirë, më i nxehtë, zjarët xhehenemit, se sa zjarmi i dënjas. Allahu në ruajt, Allahu në ruajt, Allahu në ruajt. Por nuk ka të bëj me atë mesele me shtidru pas akşamit, mas me shti para akşamit, mas me dhe zëfat, s'ka të bëj kjo kur që. Kjo veç ka të bëj që me na kujtu neve, se që këtë zjarëm në këtë dynja është nimet. Zjarëmi në dynja është nimet i madhë. Zjarëmi në dynja është nimet i madhë. Imagjinët të po mës të ishte zjarëmi këtë dynja, njerëzit do të, edhe kështo shtatë a futën botën shtazore, në biologjia të botën shtazore futën njeriun, apo? Biologji botën shtazore, po por mos ishte zjarmi, ne i shumë përgjoha lema shumë botës shtazore, sepse çdo të me hangër mishin, pazije pa pjek, edhe ushqimin e bukën e të tjera. Imagjinat. Nëse kish mujt me mbijetu njeriu, sepse s'është kriju organizmi njeriu për mbijetu që aty në kushteve tranda, ekstreme, për ushqim. Nuk e ka njeriu stomakin, lukthin e hajvanit. Ajo është Zot që ka kriju. Ky e përballon pasit pjeket. Organizmi atina nuk e ka dërt me u pjek heq. Këto nuk bën robët mi kalu këto sene pa nale pa meditu. Pra kë zjarm është nimet i madh i Zotit. Përpas asaj që ne nxehemi me zjarm. Edhe në kohë akşamit të desmës me dhe zjarmi, se të kaftë. Po nxehemi me zjarm. Subhanallah. Pastaj me zjarm njeriu bën dritë. E ndriçon rrugën. Njerëzit me mira vite, natën kanë udhëtu, me çka kanë ndryshuar rrugët? Me zjarm, me lampa, me fenera, me zjarm. Pra nimet i madh zjarmi, nimet i madh është. Këtë dynja, në herët është dënimi i Zotit. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Allahu azza wa jall, xheneti është rahmeti jami. Xheneti është rahmeti jami. E mëshiroj me të me xhenet, kondu për rëbëve të mi, është e drejtë tina, është në xhenet këndon,
e mëshiron kanë dënë, bën rahmet ndaj kujt të dënë. Xhehenami është gazepi dënimi jam, e dënoj me te këndu. Allahu na rujt ja Rabbi për dënimit tina. Nëse s'kemi telefonat, atëherë shkputemi për pak reklam, për pak pauzë publicitet për të rikthyer përsëri drejt për drejt në emisionin tonë të njohim të vërtetën. Kemi apo s'kemi telefonat Rezia? Nuk kemi telefonat. Atëherë kthehemi pas pak, ju qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, ta njohim të vërtetën me hoxhën nderuar Shefqet Krasniqin. Vazhdojmë të mirëpresim telefonatat tuaja në 046-220022 edhe Regjena bërë me dje se kemi dikë në linja, nëse nuk ka dështuar tash me linja. Që është fillim të emisionit kërkuam mirëkuptimin tuaj, durimin në telefonatat tuaja dhe problemet e mundshme teknike. Kemi telefonat? Alo. Ala, urdhoni, jeni drejt për drejt në emisionet të njohim të vërtetën në RTI. Urdhoni me pyetjen tuaj. Kemi telefonuesin në linjë ende. Alo, mirë mrama. Mirë mbrëma dhe juve. Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhoni me pyetjen, ju lutem. Dishta hoqës do pyetje që të mëse të falëm krejt namazin, më lut, ama veç ose veç në synet, a qysh është ma mirë, se unë e falë, shumë i fali 5 vaktet fali namaz natë, ose gjithë lutë namaz i ta kry namazin, knoj të spe, shumë ju knoj prindvet me mos i ta kry këtë namazin, e qysh është ma mirë, a ma mirë, mos i ta kryja veç syneti kur bim, atin me falë vakin, për shembull drekën e që ninën, synet më luta, mos i kry krejt këtu, me ban lutje. Qartë. Qashtu. Pyetje tjera? Pyetje tjera, sot dush, po tash më Hajde. për këtë momentin. Urdhoni një përmbledhje, urdhoni. Dashta me pyet hoxhën edhe për shumë tjera, qysh me më lut, qysh me bë thekrin, qysh me kry këtu se tashmë është asë ma herët se për marrë hoxhës. Nuk ishim i pas ditë shumë sene, tash të falë zotit që pëna e këshilla hoxha ju një dashur, na knaqi me krejt senet, e mësonëm shumë sene, shumë me falenderoj. Tash me kry që të pyte qësh janë ma mirë, me ditë, gjithë shka, tim që. Që është të ndëruar, tash Allah i me në trujt. përgjith. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mutra ka të drejtë shumë. Dhe nuk është kjo e para dhe vetmja që e thëtë këtë. Për dhe mësë me thonë, asë një sen që do këtë nuk ka nevoj me thonë për të me folë heqë. Populli jonë, musliman po, prej që kam pranu fejnë, që 600 vite, rafërsisht, këta njerëz musliman po, por kohën që kemi nëzanë ne, kohën Osmanlive që shenë kanë, Zotë e din. Zotë e din. A në pëse të na shumë, që dhe në kohën Osmanlive në kanë musliman po, por gjahila. Gjahila i bije identik, si shpët mota, s'kem pas ditë sen. S'kem pas ditë sen. Pra populli jo musliman po, por shumë sene se kanë ditë. Se kanë ditë.
se kanë ditë edhe gjërat të cilat Allahu na ruajt mund ta qesin njeriu prej feje, ta shpijen, ta qojnë shirk, kufër. Se fjala vije festimi festave, festës së Shëngjërgjit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Me festu, muslimant, anë e mban trojeve shqiptare. Me festu, festen enëve të kalëzën, Shëngjërgj, që s'ka të bëj me islam, as përse afërte, as përse lartë. E me këtë fest, me shku, e me lidh pejt në dorë, e pejt në kam. Për qa pejt? Për qa pejt? Me të mbrojt pejt ligave. Identik që shtu kanë ba Arabët në gjahiljet para se marë Korani. Dhe kërkar Korani ka gjetë Arab të vepru qështu. Pra ta njës në pejgamberi a.s. e sheh një sahabi, diçka në dorë si pejt qështu. Dhe thët, qka është kjo që e ke në dorë? Tha, kjo Rasulullah mbron për syshit, pejt ligave. Qysh? Heqe, tha, heqe se me bo, me të nëzanë vdekja, kur përjet nuk ke për të shpëtuar. Kur, pra kime shku në gjëhnem për gjithmonë si jo musliman. Shirk, mpa të ku? Sa shqiptar ton patkoj në për kera automobile, në për banesa, në për. Sa shqiptar ton musliman të shkuen në për teqe, në për kudion, në kush nuk ka thmi, mëlle me shku atje, kush nuk pëjes në faka me grue me burë, mëlle me shku atje, kush nuk po ka i dare, rrest mijës, që shkojnë punë, që shdojt mëlle me shku në për. Ka mës, sa plumëtorja, sa faltorja, sa teqja, sa ndej, sa... Qëka i vjen kjebre? Tani, dhe puna namazit se ki motra. Nanat tona, e gjyshet tona e përpjetëve, tutje. Pa aqë gratë mira jenë kam. Ta shqëtu që kemi nëzanë ne, e që kanë metë edhe dhe dhe pak kanë metë. Ta shalat të tjera dalin të mira, po ato jenë të veçanta. Po të veçanta në to. Ne që kemi nëzanë edhe jemi shumë të knaqën, që kemi nëzanë ato nanat tënat, ato halle, ato nanat këtëve. Po më ndojmë, zote din, që nanat e tyne dhe nanat e tyne kanë edhe më të mira, edhe më bërore. Pra, kjo popull ka pas gratë gjithmonë, gra, me pjeshtron. Për nga në e fesë, krejt që ato gra, krejt, me përja shtemës. Dhe kur thush krejt, se kur se në ngishta heqenja, po e kur, pse, kja se s'ke, shumica e mund pakicen. Po pra, shumica aty në nanave, kanë vdek pa namaz. Mëzdia që ta motra. S'kem pa ditë sen, a tha s'kem pa ditë sen që kjo. E mileti dhe t'mja qelë sytë. Me mësu. E me i meqmi, mësan deri kërhan vdekjes. Mësimi nuk e ka me mosh. Jënë dëran që kanë me mosh, ta shkollë fillore, së në shkon këtë 60 djetë, 80 djetë kësë në shkon fakultetin. Jënë dësene që e lypë me mosh, por mësimi si mësim, në veçanti mësimi fesë, nuk qyrët me mosh, nuk ndërpritet me mosh.
Me thonë i bona 40, mësova që mësova, i bona 50, mësova që mësova, i bona 60, mësova që mësova, i bona 70, mësova që mësova, i bona 80, e pat puna jam, tum që Zoti ko dënë, që shto plaka, jo, shumë keqe ki. Dija, mësim marrja, pa marrja mësimit, për mësimi, dohet të vazhdoj deri të vinë kërham të vdekjes, ku blokohet truni, maz vjen men për dënja, e ledë janë mrapa, jetë të kalu, ka dënjaja, të shku në botën tjetër. Deri që atë dija të vynë dija. Pra ta do të me vete, jo një me spjegu njerëzve, e gjematit me vete, do të me vete, me mësu fejt. A na jem të bësh një detyrë, një të la një bërqë. Vesh një bërqë të la na o gjellarë të këti zemani, kësaj kohë. Sepse Allahu na ka sjellë këtë kohë. Allahu na ka sjellë këtë kohë. Kjo kohë ka të mira, sikur se mundësia e komunikimit kjo është për të mirave që se kanë pas hoxhallarët e vjetër, por ka dhe të liga sepse ka sfida, sepse ka shumë harame, sepse mileti o prish, është prish, andaj nuk i ka vështërësit, po i ka dhe gjana të lehta, megjithatë pavarësisht kësaj Zoti ka dashur edhe na ka sjell neve këtë kohë me na spravu, me na testu, me na mat, sa jena burrat mirë, sa po punojmë për dinë Zotit. Andaj neve shqim të lani bërqë, asgjë më shumë. Allah e trujtë e motër se na kujtove disa sene e na preke Zotit trujtë. Për punë në lutjeve duave që bëri motra, lutë kur dushe motër, lutë pas namazit, e që ndur të lutesh, lutë në segjde, e që është shumë mirë, veçanti natën ose po falshe, në segjde lutë Zotin, gjatë në segjde me lutë Allah. Me lutë Allah në segjde të bareke o tala. Po dhe në shumë në sabahe, për doa nuk ka këtë caktune, por ka kur pranohet më shumë. Doaja, si fjalla vijin pjesën e tretë natës, kur qëhet natën me falë robi, apo në sejdë kur është robi, apo pas namazet kur e falë namazet e kështu me radhë. Ne presim telefonatën e radhës, gjithmonë nëse kemi telefonuesin ose telefonuesin e linje. Selam aleikum. Presim për kuptimin tuaj, aleikum selam. Jeni drejt për drejt në emision. Po, desha me ja bo hoqës nderuam një pyetje, po para se me bo pyetjen, shumë pata dëshirë se shumë pyetjet shumë ta po i bojmë hoqës, po shumë pak për falenderojna. Desha me thonë nga zemra shumë faleminderit për krejt punën që e bën, se kemi shumë nevojë për ta dhe me siguri shumë tjerë, po edhe unë jam njëna prej atyre që jam kom mësu shumë prej mësimeve tina dhe sa herë ndëgjoj edhe përgjigjet që jep tjerëve më rritet imani, inshallah nuk nolet kurrë me punën që e bën. E pyetja jam do të ishte kur vim pushim Kosovë të prindemi, a konsiderohen si musafir, edhe pse shtëpia e burrit është me një qytet tjetër, nuk është njëjtin qytet, po për shembull shkoj te prindemi 2-3 ditë me bujt, tani shkoj prap te burrit, tani prap kthena, a konsiderona musafir, a duhet namazet me i bashku, me i shkurtu? Jo që unë po du me bo këto, po vetëm po du me ditë sakt cila është më e mira. Po, kjo është pyetja jam. Trujt Zoti. Amen, faleminderit për fjalët e mira. Allah e trujt e motër. Jo, më falë, por se tha pak për falendrojnë a hoxhen, unë nuk jam të më falendru kërkosh. Apo? Wallahi, unë nuk vej më falendru kërkosh. Se s'ka marrë më falendru njerëzit të dhe asë zve hala, asë du kur marrë dhe inshallah. Po në ve këto, me shërby vllaznive të mi, motrave të mija, me shërby miletit. Atë sa dina dhe sa kena hapësirë mundësi. Sa ki ka qek? Me shërby miletit.
Falënderimi veç inshallah i përket Allahut edhe inshallah Allahu është i kënaqur me ne. Sepse ai na ka mundësu. Ai na ka mundësu. Megjithatë faleminderit për të gjithëve natyrisht, por ne nuk vuajmë për atë çështje Zoti mos e dhash që na bjen mend bile s'lodhëm për atë punë. Ne veç lodhëm ne pranon Zoti, apo dim, as po dim, apo qellojmë, as po qellojmë. Dhe është Zoti i kënaqur me ne apo nuk është i kënaqur. Ajo është shumë e rëndësi. Të pjesa e ditës tu duhet më kon falënderues në mes vetë që më kon. Tamam, po, ne nuk do të më kërku atë. Robi punën e bën për hatër të Zotit. Po. Punën apo jo. Motër çështja apo përgjigje pyetjen tënde të prindrit a konsiderohesh udhëtare, mysafir apo nuk konsiderohesh? Fillimisht meselja për të sharruar tani që thash shpinë e burrit tan. Fillimisht meselja është a ke diçka të në shtëpi babës së nënës apo nuk ke kur gjë. Shumica e bijave motrave tona në shtëpi babës së nënës nuk kanë asgjë. As hiset vet as kanë kur gjë, s'dojnë me marr. Sa marrën, ose si japën, ose se marrën. Dhe konsiderohen vetvetyja ato si mysafir kur vinë. A ne pse në rrit aty? Mysafir shpejtande. Mysafir po, që shtëpi ke punë se bijat konsiderohen mysafir të vllaznia, tamam. Tani të vjen për diasporës, të baba të nana ti je mysafir. Si mysafir, nëse rën më pak se 15 ditë, ke të drejtë me shkurtu namazin dhe me bë bashk drejt dhe qindin, aksham dhe jaci. Ke të drejtë. A nëpse më mirë është, mos me bë bashk me falë kohën e vetë. Por më mirë me shkurtu, kur i udhëtar. Më mirë me shkurtu, por jo dhe me bashku, a nëpse lejohet dhe me bashku. Tani, te ki një shtëpi tjetër, për pas prindërve tu shtëpinë e burrit tën, që është edhe jotja. Që është edhe jotja tash. Keni bashk. Tash. Nëse ta zomë jena në Prishtinë tash. Je në Prishtinë? Po, tash jena në Prishtinë. Nëse i ki prindrit në Prishtinë, dhe ti je Prishtinës, por një shtëpi e ki, një banesë e ki dikun tjetër ta zomë në fushë Kosovë. Dhe tash të baba nuk je mysafir. Sepse të shkën të shtëpia jote në fushë Kosovë, e që ka 3 km 5, 6, 7, 8. Apo në Ferizaj, apo në rrëthin tonë këtu. Po që se jenë Gjakov e vjenë në Prishtinë, apo në të kondërten, atër konsiderohesh mysafir udhëtar, të baba të nanë. Ama nëse je afer, banesa e burrit tënë, që është edhe jotja, afer, me familjen e prindërve tu, ti nuk konsiderohesh udhëtare të baba të nana, dhe si rrjedhoj nuk ke të drejtë as me shkurtu, e as me i bashku namazët për e falë të plot, se si namazën kohën e vetë. Mirë, mi presim telefonatën e radhës, nëse kemi ende në linë telefonuesin apo telefonuesen. Regjia, Selam aleikum. Aleikum selam, urdhani, jeni drejt për drejt. Ju përshëndes, Allah ju shpërbleft, sidomos hoxha nipin të dashur. E kam një pyetje, jam e mbulume, burri ka një djalë, tash edhe djalin e tij na janë rrit, a kam drejt me dal para tyne pa shami? Para djalit burrit. Burrit, po tash ati ju ka bo dhe djali 12 vjeç. Tamam? Kjo ishte pyetja. Faleminderit. Selam aleikum, Allah ju shpërbleft. Aleikum selam. Aleikum selam, Allah i trujt. Po ke të drejt me dalë pa shami gjithsesi. Djali burrit është mahram. Mahram, do me thonë, ke të drejtë me vetmumete, me udhëtumete, me dalë pa shami para tina, sikur se para djalit tanë, para vllaut tanë, nipit tanë kështu me radhë. Djali burrit është mahreme. Sikur se në të kondërten, qika e grus,
Nëse merr dikush një grua dhe ai e ka një qik me vete, një vajzë, prej një burri të parë tjetër, tash kë burri kësaj gruaje, për qikën e vet çka është burri nanës. Apo? Burri nanës, ndërsa kë ka qik gruas. Ajo rritet, hyn moshën madhore, bëhet për martesë, nuk ka të drejtë nuk e ka obligim më mbulu pitina. Sepse kjo është mahrem e saj, ka të drejtë më thtu me te, me papa shami kështu mëra. Por jo fëmija tina. Me gru tjetër. Sepse ka mundësi kë vete ka një djalë me një gru, shka në mërë një gru tjetër me një qikë. Tamam? Kë me grun e parë që e ka një djalë. Gruja diqë ose nda, e mor grun e dytë, për mor me qikë. Tash, djali tina është mahrem i grus ti, djali ti me grun e parë. Kë vetë është mahrem i qikës grus. Por qika edhe djali nuk jenë mahrem me zvete. E që në kuptan ata dhe kanë të drejtë martu me zvete. Po kanë të drejtë. Për ata, nëse raste nëse rritet vajza, është kësmet më rritë të nana, e që bie të burri nanës, që ka dhe fëmi me gra tjera, do të më mbëlu, mës me dalë djemve, pa mbëlesë. Nana ka drejt, qika s'ka të drejt. Pse? Sepse qika nuk është mahrem i djalit, ka të drejt më martu me djal. E që bie në këtë rast, baba bëhet baxhanak me djal. Apo? Ose që thënë Shqipnia që konatë me djal. Po dhe, edhe nana bëhet konat me qikin e vetë. Po. Shëreti kështë pun lejohet. Po. Pranojmë telefonatën e fundit për sante, për të prit pas të telefonatat edhe të tajtë ndash zotë e mandishëm, kështu që kërkojmë gjithmonë mirë kuptimin tuaj. Jemi shumë të kufizuar me kohën, mirë presim gjithmonë pyetjet tuaja në rubrikën tonë edhe në numrin tonë të telefonit 38 46 22 0022. Kë kemi në linjë? Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu për juve edhe ma shumë për që që e ki që aty qatë Habibin. Aleikum selam edhe për juve. Jam në dëgjus heri Kosovës, heri Gjermoninjës, po binat murina. Po vajgjë Allah në gjenet qoftë. Amin, inshallah, gjithë ahoq, vallahi, që s'ka tjetër bej, nak njën që, hej ma dhe Allah të ashtoftë. Mirësin e të shpërbleft qësh aje din. Amin, tanve binak vlau, tanve. Pasha zotën pyetje s'kom po u knaqë më hoq, pasha s'madhe në Allah u knaqë. Kjo është alamet imanit e vlau binak, alamet imanit është. Muslimën Po të jo hoqë, knaqën. pasha zotën unë s'di qaqa, disa e në këllejnë, po nuk ka dhërat ma të mirë, se sa ti që ja ka boj madhe Allah, ndashtu i nësip, ndash dhërat, islamin për besim edhe pik. Allah e trujt. E ju e kalofshin një natë ma të mirë, që është apër thamë. Veç s'pa ke mundësi se që aty ku jeti, ton ditën ty bën të shlala me dalë piradës të në gjysë njatës. Allah e trujt e binak. E kalofshin një natë që është mas mirë, ju edhe gjithë dhe gjysë të ju. Amen, bashkë me Edhe juve. aj. Amen, bashkë me juve. Selam aleikum blabina. Selam aleikum. E mirë presim me një telefonat nëse kemi dikë në linjë për hir të korrektësisë, pa i hynë hak pritësit ose pritësës, nëse kemi, nuk kemi telefonat në bënë me djerëgji ose ka dështuar telefonata. Ne ju falenderojmë hoqë për praninë, falenderojmë për këshillat tuaja edhe falenderojmë edhe shikuesit tanë për kohën që qëndruan me ne. Faleminderit, Allah shpërblet gjithëve, Zoti ju rujt, Allah i dashur. Mirë se takohemi të njëjtin që rëni me ne gjatë gjithë kohës. Pra, takohemi të njëjtin, ose edhe sot një jam me mua shkretimi se nëse moderator i rëtëjës emisionit të njëmë të vërtetin. Dhe atëherë më në beqit, selam aleikum.